Jozi, të lutem largohu. Një akt i papranueshëm dhunë ndodhi gjatë transmetimit të drejtë për drejtë mbrëmjes së djeshme në formatin Big Brother Albania, ku një prej konkurrentëve të eliminuar, Josefin Marku, sulmoi fizikisht Besart Kelmendin, i njohur si Gjesti. Ndërsa veç babit mamit mi thonë që mos u shqetësoni. Ky veprim i pa precedent u transmetua në kohë reale dhe u ndoq nga një publik i gjerë kombëtar. Top Channel reagoi menjëherë duke dënuar me vendosmëri çdo formë dhune dhe ritheksuar angazhimin e tij ndaj standardeve më të larta të etikës profesionale, përgjegjësisë publike dhe komunikimit të sigurt. Big Brother Albania është një format argëtues që promovon lojën, spontanitetin dhe emocionin, por kurrë dhunën. Ky incident është në kundërshtim të plot me frymën e programit dhe me parimet themelore mbi të cilat funksionon platforma jon televizive. Produksioni nuk ka pasur asnjë informacion, sinjal apo indicie që do të mund të çonte në parashikimin e një sjelljeje të tillë. Ngjarja ndodhi në mënyrë të papritur, pa asnjë provokim të lidhur me formatin dhe është thellësisht e dënueshme, edhe pse formatet televizive të tipit reality mund të përmbajnë të papritura dhe tensione, kufit janë të qartë dhe të panegociueshëm dhe dhuna nuk tolerohet në asnjë rrethan. Pas incidentit, prezantuesi i spektaklit Ledion Liço reagoi drejt për drejt me një deklaratë përpara publikut. Josefin Marku është shoqëruar nga policia për në rajonin më të afërt dhe t'ju kem në këtë lidhje së bashku me publikun për të dënuar këtë akt të dhunshëm, të papranueshëm, thellësisht shqetësues, i cili ndodhi në një moment që do duhet të ishte fundi i një përvoje, jo fillimi i një reagimi të tillë. Është një sjellje që nuk përfaqëson vlerat e Top Channel dhe as ato të Big Brother Albania. Dëshirojmë të theksojmë qartë se ky incident nuk ishte në asnjë formë i organizuar apo i parashikuar nga produksioni. Nuk kishim asnjë arsye apo shenjë që të na çonte të mendonim se diçka e tillë mund të ndodhte. Realiteti i një formati live mbart shpesh të papritura dhe ju që jeni protagonistët e dini mirë këtë, por kjo në asnjë mënyrë nuk justifikon kurrësi dhunën. I kërkojmë ndjes publike audiencës son, partnerëve dhe institucioneve që presin prej nesh përgjegjësi dhe standard. Menjëherë pas ngjarjes, personi i përgjegjës Josefin Marku është përjashtuar përfundimisht nga çdo përfshirje e mëtejshme në program dhe është shoqëruar nga policia për në komisariat. Policia e Tiranës doli sot me një reagim zyrtar ku njoftoi se ndaj tij nisi procedim në gjendje të lirë. Protokollet e sigurisë të transmetimit janë në proces rishikimit të plot dhe çdo masë e nevojshme do të ndërmerret për të garantuar që situata të tilla nuk do të përsëriten në të ardhmen. Pas këtij incidenti, një ekip mjekësor u kujdes nga afër për gjendjen shëndetësore të Besart Kelmendit, duke i garantuar atij asistencën mjekësore. Pas ngjarjes së stabilizuar, konkurrenti u rikthye garës për në finale. Pasi u rikthye, Gjesti dha një mesazh për publikun. Pata ndihmën mjekësore. Kështu që Gjesti ishëm në kësht, loja është lojë, nuk jena morrej. Kështu që me pakon jashtë se kisha fal këtë sem, po jena këtu në du me mbyll që shkomardha dhe nuk më interesan, kështu që... Janë 6 ditët e fundit Gjesti, je në garë për finalen e madhe, kështu që ta mbyllim siç e nisëm, me entuziazëm, me qef për te i gjithë gjërave që... Nuk e marrë dhe murrej me kërkën, e marrë me boloj edhe... Për mua është e rëndësishme që ti e mirë me shëndet, mund të kthehesh në living ku të presin të tjerët. 3 finalistët e tjerë e pritën Gjesi me përqafime dhe brohorima, ndërsa Egli e priti me puthje. Ky veprim i pa precedent u komentua edhe nga Loredana, e cila u shpreh e prekur. S'kam qenë në shumicën e rasteve pro mënyra seriozit, si veti thonë dhe ka qenë pa tolerueshme. Do t'i dërgoj një përqafim familjes së Gjestit, edhe më vjen shumë keq për çka ka ndodhur, është e pa tolerueshme. Edhe qëndrimi i opinionistëve ishte i qartë, dhuna është e pa tolerueshme. Më lejo dhe mua Ledion të dërgoj të shpreh sensibilitet dhe dërgoj një përqafim shumë të madh për familjen edhe për mbështetësit e Gjestit dhe ashtu si kundër the dhe ti, figura të tilla nuk duhet të kenë fare vend dhe duhet distancohemi totalisht nga personazhe të tillë dhe mendoj që Loredana duhet ta bësh ti e para. Unë të kam folur shumë shpesh si vajzës me gjithë dashamirësinë që kam patur për ty dhe i kam thënë mendimet e mia shumë qarta në lidhje me këtë marrëdhënie.
pavarësisht se mendoj që ti nuk je përgjegjëse për askën tjetër, ti je përgjegjëse vetëm për veten tënde. Bashkohem me Nedën në komendin e lojës tënde, kam pak a shumë të njëjtin opinion. Ajo që dua të them është fakti se ajo që ndodhi sot ishte një ngjarje e pa precedent në Big Brother, edhe dua të them se Josefin Marku sot dëshmoi që është një djalë i poshtë. Mua Loredana më vjen keq për ty, edhe pse besoj se gjithmonë të kam darë në raportin që ju të dy keni pasur dhe përgëzoj shoqërimin e menjëhershëm nga policia e shtetit. Top Channel njofton se do të vazhdojë të bashkëpunojë ngushtë me institucionet përgjegjëse dhe do të mbajë publikun të informuar për çdo zhvillim të mëtejshëm. Integriteti i përmbajtjes, siguria e pjesëmarrësve dhe respekti për audiencën mbeten parime themelore të punës së këtij institucioni mediatik.